Në Gjirokastër, bimët medicinale dhe endemike po bëhen gjithnjë më të kërkuara nga turistët, veçanërisht nga vizitorët e huaj. Çajrat, lavandra, erzat dhe produktet tradicionale shqiptare po tërheqin interes për aromën dhe shijen e tyre karakteristike. Në zemër të pazarit të Gjirokastrës, Meti Qibini ka hapur një pikë tregtimi me produkte bimore dhe medicinale, duke sjellë për turistët traditat dhe aromat e zonave rurale të jugut të vendit. Bimët medicinale janë shumë të kërkuara, sidomos çaji emali që është tradicional e vendit, u rekomandojmë, edhe është dhe lavandra. Dhe lavandrën e rekomandoj edhe e kërkojnë edhe ka shumë kërkesa për vetëm për gjërat që janë të vendit. Sipas tregtarëve dhe kultivuesve, sfida kryesore mbetet sigurimi i bimëve medicinale, pasi numri i personave që i mbledhin ato në fshatra po zvoglohet nga viti në vit. Përfaqësuesit e sektorit kërkojnë mbështetje nga institucionet përmes subvencioneve, me qëllim nxitjen e kultivimit dhe grumbullimit të bimëve medicinale. Ne jemi në kontakt me turistat, jemi dhe në kontakt me mbledhësit që mbledhin çajrat, edhe thjesht e kam pak të vështirë që i mbledhin në male në për këto, po prapë harrim edhe e plotësojmë tregun që njerëzit tu kërkojnë edhe turistat që vinë. Përmes këtyre aktiviteteve, produktet tradicionale dhe bimët medicinale po promovohen gjithnjë më shumë si pjesë e identitetit kulturor dhe turistik të Gjirokastrës, duke u kthyer në një atraksion të veçantë për turistët.